Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fjala gjahilijet, pa dije, në Kur'an është përmendur vetëm 4 herë. Në këto 4 përmbajtje të fjalës. Në 1, mendim pa dije. Allahu Azza wa Jall thot yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya. Mendonin për Allahun jo drejt, por me mendimin e kohës së padijes, gjahilijetit. Që do thot, prishja e një populli ndodh për shkak të prishjes së zemrave të tyre. Kuptimi i dytë i gjahilijetit, gjykim pa dije. E fa hukmel gjahilije, a mos kërkojnë ata gjykimin e kohës së padijes gjahilijetit, që do thot, prishja e popullit ndodh për shkak të prishjes së pushtetit dhe pushtetarëve. Kuptimi i tretë i gjahilijetit, kohë pa dije. Tabarrujal gjahilijetil ula. Ashtu si zbuloheshin gratë, pra më parë në kohën e padijes. Kjo na tregon se prishja e një populli ndodh edhe për shkak për sebeb të prishjes së grave, degenerimit të tyre e kështu me radhë. Dhe kuptimi i tretë i gjahilijetit, kohë fisnore. Hamijetel gjahilije, suratul Fat ajetin 26, Allah thot hamijetel gjahilije, dhe kur në zemrat e mohuzve, jo besimtarve, u shfaq kryelartësia, ignorante, pagane, pra arroganca e padijes, pra mburja me padije, që do thot prishja e një populli ndodh edhe për shkak të grupimeve fisnore, grupimeve sektare, fanatizmit dhe një anshmërisë dhe lokalizmit. Të nderuar, këto 4 kategori dëmtojnë, shkatrojnë dhe e lanë në mbrapa një shoqëri, një popull e një ummet. Padia, mosbesimi, degenerimi janë kanceri shkatrus i një shoqënie. Padyshim që dia, besimi në Allahun subhanahu wa taala dëmtojnë rënd dhe fuqishëm ignorancën, gjahilijetin. O Zot, na drejto, na udhëzo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.